para një jave, ministri i mbrojtjes i Estonisë thotë që nuk duhet në asnjë mënyrë ta ndalim luftën në Ukrainë, se po ndal lufta në Ukrainë, Rusia do të zhvendosi 300.000 forca do t'i bjerin në kufi me vendet balltike, sepse tash s'ka. Pra tash si ka ato forca atje. Pra ku është rreziku? Rreziku është kapacitete logistike. Rreziku është sepse një Europë pa Amerikën dhe një Europë e çarmatosur dhe një Europë pa sistem mbrojtje të pavarur, ma mbaro një fjali vetëm. Një Europë pa Amerikën, një Europë pa çadër amerikane të mbrojtjes, një Europë nesër hipotetikisht pa NATO, për shembull, ne na çon përballë një Europë e cila është e detyruar sepse të marrë masa, sepse në high intensity war, pra në luftë me intensitet të lartë, ajo hipotetikisht nëse gjendet përballë Rusisë është inferiore. Kur ka kërcënuar në këto 3 vjet më thënë rast që ka kërcënuar Rusia? A jemi inferiore? A kemi Europë inferiore në high intensity war? Në hipotetikisht përballë me luftën edhe me luftën e thjeshtë konvencionale Evropa sot s'ka asgjë gjë të luftoj. Dalioni të pyes pak Mishën. Tani ne nuk konsumojmë informacione shërbime sekrete, ne bëjmë analizë të asaj që ndodhet. Po jo, ne bëjmë analizë të asaj që shohim. Pra aktualisht forca janë këto shërbime që thon forca nuk ka. Pra po forca s'ka, kur s'ka lëvizje forca në kufi të Evropës, atëherë ku është kërcënimi? Atëherë leximi im dhe gjykimi im mund të jetë ashtu siç ne po diskutojmë. Gjykimi im dhe leximi im është që ka shumë mundësi dhe hipotetikisht. Po flasim hipotetikisht drejt një përshkallësimi. Atëherë hipotetikisht edhe Amerika mund ta sulmojë Evropën nesër. Hipotetikisht. Po kjo ne flasim mbi bazën e asaj çfarë shohim dhe çfarë kanë terren. Në terren nuk e di pse ku e marrin. Hipotetikisht edhe me Amerikën mund të kemi luftë nesër. Ku i dim ne planet e Moskës për shembull.